Me përmirësimin e motit, përerësit ilegal të drunjve kanë dalë në aksion në kuadër të aktiviteteve kontrolluese të sektorit të punëve të brendshme Tetov për zbulimin e prerësve, transportuesve dhe shitësve të drunjve në mënyrë ilegale. Me vendim të gjykatës, dje pasdite, zyrtarët policor kanë kryer kontroll në shtëpinë e një 31 vjeçari nga Llakavica. Nga policia njoftojnë se me këtë rast, në oborin e personit të lartë përmendur, janë gjetur 22 metër kub drunj pa avull dhe pa dokumentacion përkatës. Me këtë rast, policia i ka marrë drunjët dhe i ka dorëzuar policisë së pyjeve. Pas bardhjes së plotë rastit, 31 vjeçari nga Llakavica do të përballet me parashtresë penale, njoftojnë nga stacioni policor në Gostivar. Ndryshe nga sektori i punëve të brendshme Tetov, nga fillimi i këtij muaji dukshëm kanë rritur aksionet e kontrollit për të parandaluar dëmtimin e pyjeve nga prerësit ilegal të drunjve. Nga ky nivel njoftojnë se në mjetet e transportit ku do gjenden drunj dhe në ndërkohë transportuesi nuk do të posedojë leje adekuate, të njëjtat do t'ju merren menjëherë dhe do t'i dorëzohen policisë malore për procedurë të më të thjeshme. Ndërkaq, në qoftë se bëhet fjalë për vjedhje të përmasave më të mëdha, kundër të involuarve do t'inicohet procedurë penale me akuzë për shkatrim të pyjeve, që është vepër penale për të cilën është paraparë dënim me mjete financiare ose burgim prej 3 deri më 5 vite burg, nëse keqpërdorimi është bërë në hapësirë të mbrojtur malore, park nacional ose mal për qëllime speciale. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov përsërisin apelin që përfundimisht të hiqet dorë nga prerja ilegale e drunjve, ndërsa qytetarët të kenë kujdes dhe të mos blejnë drunj nga furnizues të dyshimt.